وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet, lavdërimet, adhurimet, përulja I takon vetëm Allahut Gjelle Gjelalu. Ata falënderojmë për çdo mirësi që na ka dhuruar dhe vetëm prej Tij ndihmën dhe mëshirë kërkojmë. Selamet dhe salavatet tona I adresojmë në adresën e njeriut më të zgjedhur të njerëzisë, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së Tij të pastër, shokëve të Tij besnik, si dhe të gjithë atyre besimtarëve të cilët me bindje, besim dhe sinqeritet hapërojnë hapave të Tij deri në ditën e gjykimit. I nderuari imam doktor besnik Efendi Lumnica, I respektuari Efendi Lukman Hoxha bashkëligjërues në këtë rast, të dashur xhamatli të gjithë të pranishëm që jeni këtu, me lejoni t'ju përshëndes të gjithëve, Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh, dhe të lutj Zotin e plot fuqishëm që t'u pranoj ibadetet, t'u pranoj agjërimin, t'u pranoj veprat e mira që I punoni dhe I veproni në këtë muaj të bekuar, qoftë edhe një buzëqeshje që e bëni para njëri tjetrit, nga se, si që dini, edhe buzëqeshja në Islam konsiderohet prej sadakave ose veprave të pëlqyerave të preferuara. Të respektuar të pranishëm, tema për të cilën do të flasim sot unë dhe Efendiu Hoxha është një temë e rëndësishme që Islami ka dhënë rëndësi shumë të madhe. Por sigurisht nuk do të them diçka më shumë se që ka thënë imami respektuar këtu, por edhe ne me fjalë të tjera do të mundohemi që brenda mundësive ta kristalizojmë këtë temë dhe ta sqarojmë para xhamatit, pikërisht në këtë kohë të rëndësishme, kur e dim që është koha e Ramazanit, madje edhe fundi I Ramazanit, në të cilat ditë apo në të cilat është edhe nata e Kadrit, që është kohë e preferuar e muslimanëve për të kryer edhe obligimet e tyre që ka. Vëllezër të dashur, fillimisht për me pas qartë se për çka po flasim, dua ta bëj një kategorizim të shkurtër dhe të thjeshtë të obligime materiale në Islam, me thonë të dhënave në Islam. Parimisht e kem sadakën vullnetare, që nuk ndërlidhet me person, nuk ndërlidhet me kuotat e caktuara, nuk ndërlidhet me rrethona të caktuara. Ajo është e dhënë vullnetare që e quhen populli sadaka zakonshme. Tema jonë sot nuk është për këtë. Ani pse edhe kjo është një dhënë shumë e rëndësishme. Më ndodh ti del një udhtim jashtë vendit, dikon rrugë sheh dikë që ka nevojë, edhe I gjinde shafër dhe I ndihmon, kjo është sadaka e zakonshme. Dytën e kena sadakatul fitri ose vitrat që I quajnë ne në gjuhën tonë popullore, e që ndërlidhen me fundin e muajit të Ramazanit dhe edhe ato normen e kanë obligim, ani pse jo bashkëterrept ashtu sikur zakati. Edhe këto nuk janë tema jonë, po këto na ndërlidhen me temën për shkak të kohës që jemi këtu, e patjetër do t'i shqellojmë pak se ndërlidhen me temën që po flasim. Dhe e treta është zakati, pastrimi I pasurisë, e që është farz I prerë. Kur themi farz I prerë, është një edhën që na ka caktuar Allahu I Madhreshëm
që kushdo nuk e kryen mbetet bërsh para Allahut Madhreshëm dhe kushdo që e kryen e ka kryen një prej obligimeve kryesore të besimtarëve në jetën e tij. Pra, sot do të mundohemi xhamatli të respektuar të flasim për zakatin, dhënien e zakatit dhe rëndësinë dhe ashtu do të vazhdoj edhe fendiu me disa detajime rreth kësaj teme. Xhamatli të nderuar, parimisht do ta kem parasysh se në farzët e Zotit pa marrë parasysh i dim urtësitë e tyre apo nuk i dim. I dim benefitet e tyre apo nuk i dim, ne nuk duhet të neglizhojmë, por duhet të kryejmë ashtu siç i kanë kryer të parët tonë. Nëse morëm dhe shikojmë historinë e pejgamberëve, historinë e muslimanëve më herët, kur Zoti ju ka thonë bëje në një punë, ata nuk kanë hezituar, sidomos kur është thonë puna për farz. Shembull konkret, kur ka zbrit ajeti i alkoolit, fehel antum muntahun, apo jepni fund kësaj pune, sahabët në atë kohë nuk kanë kërkuar ligjërat, e as urtësi, e as ndonjë trajnim për këtë çështje, po kanë thënë intehejna ya rab, intehejna. I dhanë fund, do Zot i dhanë fund të kryej këtë punë. Ose kur flasim për agjerimin, ka zbrit urdhri për agjerim, na sot shumë lehtë e kemi. Për shkak se agjerimi është bërë target i studimit nga dietarë të ndryshëm, qoftë ata shëndetësor, qoftë ata psikolog, qoftë pedagog në aspektin edukativ, po e mira e të parëve tonë është se ata nuk i kanë prit këto rezultate nga konkluzat e dietarëve të ndryshëm. Po ka thonë Zoti me agjeru dhe kanë agjeru. Pse? Për shkak se kanë ditë se gjithçka që ka obliguar Zoti plot fuqishëm dhe na kanë ngarkuar neve është në të mirën tonë. Andaj, Imam Shafiu, rahmetullahi alehi, kur e kanë pyetur në një rast për disa urtësi të ibadeteve, është përgjigjur shkurt. Ka thonë, el ibadat muallalatun bi masalihil khalq. Në Islam, adhurimet në parim duhet të kemë parasysh se janë lehtësuar për të mirën e njerëzimit. Prandaj xhamatli të nderuar, parimisht do ta kem parasysh pra që zakati është një prej farzave kryesore që ka caktuar Zoti plotfuqishëm. E me zakat e kemi për qëllim me dhënë një pjesë të pasurisë, një pjesë të vogël të pasurisë për ato kategori që i ka numëruar Zoti plotfuqishëm në ajetin e 60 të surës Et-Taube. Mirë po, për ta kuptuar rëndësinë e agjerimit, po e shohim se si ju ka qasë Zoti plot fuqishëm, po edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam kësaj teme. Është interesant xhamatli të nderuar, juristët islam ose fukahaja, ekspertë e kësaj shkence, kanë thonë Kurani e ka trajtuar në 4 aspekte zakatin. Bashkë me pejgamberin alayhi salam, kur themi shariat, e kemi për qëllim edhe vetë sunetin e Resulullahit. Thonë e para kanë ardhur një mori argumentesh që tregojnë për rëndësinë e zakatit. Si për shembull, kur tregon hadithi se një prej shtyllave të Islamit është dhënia e zakatit. Kto ende nuk na ka thonë bëj ose mos e bëj, po na ka treguar çfarë vlerë dhe çfarë rëndësie ka zakati në Islam. Sikur me thonë tash në ndërtesë kur ndërtojmë, edhe ata ekspertët e ndërtimit tregojnë për shtyllat sot vlefshme janë. Edhe shumë herë ne në familje tona, në shtëpi tona, kur dëshirojmë të bëjmë ndonjë thyrje nëpër shtëpi, duhet të pyesim ata ekspertë ndërtimtari sa bën me thyje këtë mor apo jo, dhe shumë herë na thonë jo se këto shtylla apo stupi që i themi ne. E pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ka folur për shtyllat e fesë, që nuk bën feja pa to, një prej atyre 5 shtyllave ka numëruar edhe dhënien e zakatit. Pra zakati nuk është veç obligim i rëndom, nuk është veç obligim material, po është shtyllë për shtyllave të fesë, që në njëri nëse nuk e kryen zakatin e tij, e ka plotësuar kushtet, ai nuk është i kompletuar ashtu siç duhet, siç do ta shohim në argumentet që do t'i përmendim disa prej tyre në vijë. Këndvështrimi i dytë që ju ka qas Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam janë urdhrat e drejtë për drejta për me dhënë zakatin. Për shembull, aqimus salata wa atuz zakat. Falë namazin dhe japni zakatin. Ose në një rast kur pejgamberi alayhis salatu wassalam e kishte dërguar Muadh ibn Jabelin si guvernator në Yemen. I kishte thënë atij fa'alimhum anna Allah iftarada alayhim sadaqatan tu'khadh min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim.
bëj me dija ta, tregoju se Zoti plotfuqishëm ju ka bërë obligim, pra për me dhonë, ja u ka bërë farz, dhënien e zakatit që merret nga të pasurit e tyre dhe kthehet tek të varfërit e tyre. Ky ke këndvështrimi i dytë. Pra i pare, flasim nimëri ajetesh e hadithesh për rëndësinë. E dyta, nimëri argumentesh, ajete hadithe bëje. Dhe e treta xhamatli të rëndësishëm që është shumë rëndësi, kemi disa ajete që se di sa kam drejt me thonë na kërcnojnë nëse nuk e japëm zakatin. Këta student e dijes që janë e këtij drejtimi e dinë se kur Zoti plotfuqishëm na kërcënë për diçka, nëse nuk e bëjmë, ajo konsiderohet obligim i prerë. Se dënimi nuk na vjen për gjëra që nuk janë obligim. Thot Zoti në Kur'an Fisnik, "Alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfikunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adhabin alim." Ata që grumbullojnë arin dhe argjentin, pra ata që kanë bëll, ata që i plotësojnë kushtet, ata që grumbullojnë arin dhe argjentin, pra pasurinë xhamatli të nderuar, dhe nuk e japin në rrugën e Allahut madhreshëm, pra nuk e japin zakatin, nuk i japin vitrat, nuk i japin në rrugën e Allahut madhreshëm, përgëzoj ata, me thonë ma mirë lajmëroj ata se do të kenë dënim për Allahut të madhreshëm. Kështu kemë shumë ajete që na tregojnë se nëse Zoti na kërcënon diçka me dënim, jap me kuptuar se vepra është shumë e rëndësishme. Shembull konkret kur ka fol për imanin ose besimin në Zot. "Wa man yakfur billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira." Kush nuk i beson Allahut dhe dërguarit e tij, për ta do të ketë dënim dhëmshëm. Sa herë ka përmend dënimin Zoti plotfuqishëm Kur'an, dini që ajo punë është tepër e rëndësishme dhe nuk bën të lehet, por ndryshe ballafaqohemi me dënim. Kjo është këndvështrimi i tretë që ju ka paraqitur dhënies së zakatit. Dhe këndvështrimi i katërt të respektuar xhamatli është ajetet dhe argumentet që na tregojnë se kemi shpërblim të madh dhe bekim prej Zotit të plotfuqishëm nëse japim zakatin. Se i përgjigjemi urdhrit të Allahut, jemi afër atyre njerëzve që na ka urdhëruar Allahu me kon tyre. Ka qenë Allahu dhe është bujar me neve, edhe ne duhet të tregohemi bujar me të tjerët. Kur ka fol Zoti plotfuqishëm për ata njerëz që e falin namazin dhe japin zakatin, çka ka thonë, "Ulaike humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Këta janë muslimanë të vërtet. Ata që japin zakatin, këta janë muslimanë të vërtet. Kjo, me thonë, kjo tezkije quajnë ana, me thonë, kjo fa referencë, kjo grad, po vjen prej Allahut të madhëreshëm drejt për musliman. Po ata që e falin namazin, edhe ata që e dhonë zakatin, këta janë muslimanë të vërtet. Ata do të kenë grada të larta në xhenet, do të ketë mëshirë dhe falje për ta, dhe do të ketë furnizim me mirësi të ndryshme nga Allahu i plotfuqishëm. Prandaj xhamatli, këtij institucionit të zakatit, nga çdo prizëm që i çosmi, qoftë nga ato ajete që flasin për rëndësinë, qoftë nga ato ajete që na urdhrojnë, qoftë nga ato ajete që na tregojnë dëmin nëse nuk veprojmë, qoftë nga ato ajete që na tregojnë mirësinë nëse veprojmë, e shohim se që të gjitha përputhen në fund me një obligim të prerë, me një punë shumë të rëndësishme, me një ibadet që nuk bën të kryhet në asnjë mënyrë, se siç e tha më herët, është pe shtyllave të Islamit dhe shtyllave të fesë së Zotit. Të respektuar xhamatli, të dashur të pranishëm, urtësitë e ibadeteve janë shumëta. Unë shkurtimisht po më dona me përmend. Kur kemi parasysh zakatin, dini që edhe këtu do të flas për rëndësinë e atij që e jep, çka përfiton vetë pasuria e çka ka dobi personi që e merr. Mas pari po filloj prej atyne që e kanë obligim me dhonë. Të dashur xhamatli, njerëzit sa i përket pasurisë në raport me obligimet para Allahut janë dy llojesh. Ose janë të pasur e ka obligim me dhon, ose janë të varfër e ka të lejuar me marr. S'po du përgjigje, po sinqerisht nëse të pyeti cilën kategori ki qef me kon. Cilën kategori dëshiron me kon. A prej të pasurve që ki qef me dhon, a prej të varfërve që ki të lejuar me marr. Se cili prej neve kemi me thonë, kemi dëshirë me konë prej të pasurve, që na bekon e lëmi Allah me pasuri, edhe që kena mundësimi në ndihmu tjerëve. Andaj, ti në rend të parë,
nëse e din që e ki obligim zakatin, dije që është një nder prej Allahut madhreshëm që të ka bo pe kategorisë e këndshme për njerëzimin. Se nuk të ka bo në vështërsi të aspektit material, po të ka beku me nimetet e Zotit e plotfuqishëm, andaj edhe të ka thonë me dhonë zakatin. E dyta, na pastron bre xhamatli prej egoizmit, prej dashurisë të tepërt për materializëm, për pare, pa pe vrenit që na ka kaplu materializmi. E vrenit që në shumicën e raste nuk njohëm as vlla, e as nip, e as daj, para se me njohë tonën materiale. Këto nuk e dën Zoti plotfuqishëm. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kush shpëton paron këtë kopratësi, ata janë të shpëtuar. Duhet na mos me bë veten rob të anës materiale, por rob të Zotit të plotfuqishëm. Andaj, ai njeri që kalon një kategori të tillë, siç e dini të gjithë, është problem edhe vështirë për të se nuk nje gjë tjetër përveç anës materiale. E këto ka desh Zoti më na tregu se ju jeni më të ndershëm, ju jeni më të vlefshëm se sa rënja në robëri të një pasurie kalimtare që do ta kesh në këtë dynjë. E treta xhamatli të nderuar, me dhënien e zakatit të vitrav, dihet që e ke falendëruar Allahun, edhe je bërë mirënjohës ndaj të mirave të Allahut. Për buzje nuk e do Zoti. Zoti na ka garantuar Kur'an Kerim që ai njeri që është mirënjohës, atij kom ja shumë fishue. La in shakartum la azidannakum. Nëse ju falenderoni, unë do t'ja ushtoj të mirat. Prandaj, të jem falenderues ndaj të mirave të Zotit e kem obligim. Zoti plotfuqishëm, siç e thash më herët, na ka beku neve, edhe na ka dhënë shumë mundësi që shumë njerëz të tjerë nuk i kanë, andaj duhet t'i kthejmë Allahut të madhreshëm me falënderim. E një prej falënderimeve është edhe me dhënë zakatin, nga se i lumi Allah kur na ka dhënë këtë pasuri që sot e kemi dhe e gëzojmë të gjithë, ka thonë 97.5% të saj merre shfrytëzo, vetëm 2.5% të saj e jep në emër të zakatit për hir të Allahut të madhreshëm, për të liruar nga obligimet e të tjerëve. Dhe sa i përket pasurisë të dashur xhamatli, pasuria pastrohet nga haku i tjerëve ta. A keni vret nëse ki e bërsh diçka, edhe kur ki me marrë rrugën nuk një e shpërtrat, thue e marrë pagën, po e kam bërç më duhet me dhonë. Ka dikush hisën ta, dije që edhe nëse nuk e llogarit, të varfrit, të ngratit, të gjorët, miskinet, ato kategori që i ka caktuar Allahu në surën e Tobe, kanë hak në pasurinë tonë edhe temen nëse i plotëson kushtet. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Në pasurinë të pasurve kanë hisën njerëzit e ngratë. Në rand të parë krye borxhet tua, pastro pasurinë tonë, në mënyrë që pasturia jote të bekohet edhe më shumë nga Zoti plotfuqishëm, edhe siç e thot populli, mos të kem frikë se neve po na godet ndonjë mallkim nga ndonjë i varfër, edhe nuk e morëm shumë parasysh, a shumë e mundshme është që i lumi Allah na privon me pastaj, se çush ju thash është ligji i Zotit. Nëse je përbuzës, përbuzja nuk e doni madhe Allah. Dietarët e kanë bërë një fjali shumë të shkurt, kanë thonë një litë që është sa i përket kësaj çështje një rregull, e niam idha shukret qarret wa idha kufiret ferret. Mirësitë e Zotit madhreshëm, pasuria, nëse falenderon, ajo rritet, jet ato. Nëse e përbuz, ik prej dorës tone. Prandaj, mos e prit momentin se Zoti sot ka dhënë, nesër nuk i dihet. Sot e ki mundësinë për me dhënë, nesër nuk i dihet. Sot i ke plotësu kushtet, ka beku Zoti plotfuqishëm me të në të mirat e me pasuri, me gjitha, e nesër nuk i dihet që sillet puna. Andaj bëhu falenderues ndaj Allahut, në mënyrë që atë që ta ka dhënë Allahu ta zhvillon edhe më shumë dhe ta bekoj në pronësinë tënde. Dhe çështja tjetër xhamatli, pse na si musliman zakonisht e zgjedhëm Ramazanin për me dhënë vitrat në këtë muaj të bekuar. Kem qef zakatin, e zgjedhëm për zakat, se vitrat i kem obligim këtë muaj, në fund muajt. Po zakatin zakonisht e zgjedhëm për këtë muaj. Disa për arsyeve kanë thonë se dietarët, e para xhamatli të nderuar, Allahu na ka fut në lkurën e fukaras, në petkun e tij për 30 ditë apo 29 ditë pa ndërprej.
Ke jetu në 29 ditë me uri, me lodhje, me etje, edhe në këto momente nëse nuk ja din të varfrit, më falni, por do të më kthy Allahut se nuk kem shpirt human e as nuk kem imanin që shdohet. Për 30 ditë po jeton në petku në një të varfrit që s'ka pas çka me humër. Edhe prap nuk po të bjen mend për ato që gjithë e ka këtë gjendje. Për këta nëse shohim historinë e pejgamberëve gjejmë se në gopja tepër të ta nuk ka qenë cilësi. Madje Imam Bejhaqiu e transmeton një hadith në Shabul Iman, thotë i kanë thonë Jusufit alayhi salatu wassalam, se e kanë vret që kur ka hëngër ushqim nuk është ngi, nuk është në gopë. I ka thonë, lima taju ya nabi Allah wa anta ala khazainil ard, qala in shabi'at akhafu an ansa al fuqara. I kanë thonë, pse s'po ngopesh? O nebi, Zotë, do pejgamberi Zotë, ti je ministri i ekonomisë, ti je mbret, ti je udhëtës i shtetit, i venit, i muslimanëve. Pse s'pengin trupin tënë me ushqim? Ka thonë s'pengimi për kujtuet varfrit, se kam frikë që nëse ngop na tepër, s'u mbjen mend për ata që janë të vujt. E xhamatlit të nderuar pikërisht me këtë petk na ka mbuluar Zoti plotfuqishëm. Neve në Ramazan, edhe në fund të muajit Ramazanit ka thonë tash jepi vitrat. Nëse ki e shpirt human, nëse ki iman Zotin e madhreshëm, do të jesh falendërues për Allahut madhreshëm, tash është koha dhe ki obligim dhe duhet me krye. Tjetra, e zgjedhëm këtë muaj edhe për zakat për shkak se shpërblimet të janë shumë të mëdha. Xhamati nderuam, nuk kam çfarë flas për shpërblimet e Ramazanit e taxherimit se ka fol Imam i nderuar. Unë po vetëm një fjali shkurt po them. Dietarët kanë thonë idha aqbal Ramadan, kur të vjen muaj i Ramazanit, faqbelu ala sadaqa. Mundohuni sa të bëni me dhon. Fa inna nafaqata fiha mudha'afa. Kur të hin Ramazani, mundohuni sa të bëni me krye obligimet tuaja materiale. Për shkak se sadaken dhe dhënën që e dham në muajin e Ramazanit është e shpërblyme shumë fesh më shumë. Po nëse qëllon nota e kadrit kur ne kemi dhënë këtë zakat, sikur 83 vite pa ndërprerje kemi dhënë atë pjesë pasurisë. Bile edhe më shumë sa ajeti kuranor po thot nota e kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj, nuk po thot sa 1000 muaj, po më e vlefshme, më e mirë, e sa më e mirë veç që move Zoti tim. 1000 muaj po bën 83 vite. Prandaj xhamatlit të nderuar, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Për shkak se shpërblimet janë. Dhe e treta xhamatlit të nderuar na e zgjedhëm këtë ku me dhonë këto obligime për shkak se në bagazh i madh para Allahut madh. Dini që nuk ka garancion për xhenet pa dhënë zakatin. Këto ta kem shumë të qartë. Bile këto po themi me argumente. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, mësuesi i njerëzisë, në sahabijut me emrin Beshir, ja ka mohuar një gjë të tillë. Ka shkuar ka thonë ja Rasulullah, unë e kom pranu Islamin, edhe jam i kënaqur me Islamin. Edhe jam gjendje me krye krejt parimet dhe obligimet i krye, veç 2 nuk më kanë pëlqyer. Ka thonë, nëse ka luft, nuk kanë luft, nuk shkoj, nuk du me rreziku veten. Edhe dyta, ka thonë, nuk japin nga pasuria janë, nuk du me rreziku xhepin. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, ja Beshir, la sadaqa wala jihad, fa bima tadkhulul janna. O Beshir, nëse s'po do me rreziku as vetin as xhepin tënë, po me çka po don me hyrë në xhenet bre? Duhet me kriju bagazh xhamatlit të nderuam për me hyrë në xhenet, se xheneti është shumë i shtrejt, ama në Ramazan bëhet i lirë. Se na ka dhënë lumi Allah mundësi shumë. Ela silat Allahil ghalje, ela inna silat Allahil janna. Mall i Allahut madhreshëm është xheneti i vlefshëm, edhe është shumë i shtrejt, po në Ramazan na ka dhënë mundësi për me fituar ma lehtë. Prandaj dhosh Zoti plotfuqishëm, jem prej atyre që i dim, i kuptojmë edhe i kryjmë këto obligime. Mos me zgjat shumë se po më duket veç kemi orë ka funi minutazhës, xhamatlit të nderuar, zakati si obligim material është obligim për të pasurit. Duhet me plotësu disa kushte. Me arrit një kohë të caktuar. Pastaj me kalu një vit, mos me pas borxhe, më kanë pasuri fitimprurse. Ka do që e shikojna, në kushtet të dhënjes zakatit, e vrejmë që Zoti plotfuqishëm këtë fe nuk e ka bos tërë ngarkesë për neve. Kur ti ke krye krejt borxhet tua, obligimet tua, e ki obligim me dhënë zakatin. Edhe e fundit,
A dini kujna i pranohet zakati edhe kujna i bëhet kabull. Kabull i bëhet zakati atij personi që i plotson dy kushte. Jo vetë zakati, po këto dy kushte janë të çdo ibadet, të çdo adhurim. E para niyetin me pas për Allahun, edhe e dyta me kry edhe me çu ato ku ka thonë Allahu. Niyeti me bë për Zotin e Madh, me nijet të çeltër. A dini çka është niyeti xhamatli? Niyeti kanë thonë dietarët është sikur syni. Do të më koni pas në raport me Zotin. Qysh syni mrena nuk pranon kur farshible, as dheut, as gurit, as florit, as një lloj, me njëherë lëton edhe qëtë për jashtë. Shumë i pastër 100% do të më mbet. Ashtu zemra ju në raport me Zotin do të më konë veç e pastër. Kur të jap zakatin, kur të jap vitrin, do të më dhon për Allahun e madhreshëm. E nuk ka nevojë 100 fjalë, 100 postime, 100 gjëra, për shkak se kam frikë që i hupëm të mira tona pastaj në raport me Allahun dhe në jetën që kemi. Edhe dyta, duhet me dhonë xhamatlia ato ku do të me dhonë. Ajeti 60 i surës Tevbe i ka numëruar kategoritë. Prej tyre të varfrit, ngratit, e në mesin e tyre edhe institucionet, siç është Bashkia Islame të ne, që merret me mbarvajtjen e çështjeve fetare. Dhe me këto xhami që funksionojnë, edhe me medresen, e me fakultetin e studimeve islame dhe institucionet e sajna, në arruan këtë fe edhe me emër të Allahut dhe të përcjellim të fëmija jonë. Prindrit tonë xhamatlit të nderuar na kanë ruajt këtë fe në kohë shumë të vështira. Nuk kanë pas titull magjistre doktor. Po kanë pas fenë dhe kanë pas imanin. Nuk kanë pas pasuri, shumë varfëri kanë pas. Po me gjithatë kanë gjetë dinarin e fundit për me ruajtë më na përcjell fenë që unë ti sot më ron sejdë. Nuk kanë pas ndoshta lirinë e demokracinë që sot ne kemi, se kanë jetuar komunizëm edhe me njerëz e me shtresa të ndryshme që kanë luftuar fenë. Mirë po ja kanë dalë, kanë mbrojt fenë, e kanë ruajtur na kanë përcjell neve, edhe Zoti madhreshëm neve sot fal tyre na ka bërë që të jemi të drejtuar ka kibla e me këtë fe dhe me këtë islam. Zoti ju shpërbleft të gjithëve. Për shkak të respektimit të minutazhës të përcaktuar nga imami, unë veç përfundoj me kaq, e posh me vonesë nuk mëj me lënë pa falendëruar dhe hoxhën e nderuar me pa përshëndetje të respektuam, Mulla Latifin, për të cilin unë personalisht surët e para e kom mësuar prej tij. Atëherë para luftës që e dini edhe keni parasysh jemi kon 5-6 fshotra me një xhami. Edhe u kom problem për xhamatin më shku në për xhamia e marshin e imam në Paroda. Mulla Latifi ka shërbyer te ne se unë jam në Sharban. Në Sharban ka shërbyer disa, edhe prej tij i kom mësue hapat e parë dhe suret e para. Çka më thon më shumë se fjalën e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, men allamani harfan ja'alani abdan. Kush më mëson një harf, më ka bërë abdi. Unë e kam bërë këtij njeri edhe mësuesve të tjerë të gjithëve që na kanë mësuar, e Zoti shpërblefto edhe kompletir, e ju shpërbleft edhe juve për sabrin që e pat, e kulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ka vaj, po tani me ka përci, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Fillimisht, si gjithherë, Allahun e lartësuar madhrojmë dhe lavdërojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit tonë të dashur, dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe atyre që ndjekën në rrugën e drejtë deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, jam i nderuar që gjendem mesin e juj. Edhe mashallah këshilli i Bashkisë Islame të Prishtinës sa mbani imam me herë me aktivitete më labesniku s'po na lën. Rahat se Ramazani vëdhet është muaj i vjelëve edhe të kornave e duhet me i dhënë zor. Kështu që Zoti e shpërblef për ftesën dhe jam i nderuar që më ka përzgjedhur me bashkëfolsin, ndaj Kremin, profesor Kremin, Zoti e nderoft, edhe për këshillën e mirë edhe vetëdijsimin e bukur që na dha për domethënien dhe vlerën e zakatit. Zakati të ndërmëllazën qysh u përmend është obligim i pasunisë dhe kërkon një llogaritje, një kalkulim që jo të gjithë shtresat i kanë situatat e njëjta, por po mundohemi këtu me këtë ligjërat të shkurt se kjo që ka fol hoxha dhe këto që kam e përmend unë mësohet nështë një semestër në fakultet. Po na po mundohemi kajmakun me e përmbledh edhe me ja dorëzu juve. Sepse është kusht i Islamit, një prej 5 kushteve të Islamit edhe është kënaqësi, si për mu, po besoj edhe për juve, që po folet për këtë temë, sepse ka ardhur koha që më u praktiku kjo. E kjo është mirësia e kësaj teme. Është fol për abdesin e namazin e ibadetet e rëndomta, po për zakatin më rrallë, se edhe kushtet si kemi pas. Shqyr Zotit, ka ardhur puna që me fol për këtë temë edhe me spjegu, ani pse në popullin tonë dhanja edhe shpirtbardhësia është e theksume, po është mirë të ndërmëllazën bile me shpërnda edhe të mesht, kolegët dhe dashamirët, të ata të cilët japin, edhe shumë njerëz nështë japin edhe më shumë se sa e kanë obligim si zekat, po e japin nëse muj me thonë pa ushall, pa njet. A kjo është kushti i Islamit. Bile hynë në një, nështë asë namazin se bënë si duhet, apo agjerimin, po mas jetu dhanë, bile bënë njet për Allahun, bënë njet me realizu këtë kusht të Islamit, edhe mundoh me bënë një kalkulim që me e kry spaku farzën e Zotit. Sepse shumë pyetje mbahen në Ramazan, në netët e fundit, njerëzit kanë vullnet me dhënë zakatin, hoq thot tash qysh me kalkulu, mik namazi i natës, njëherën janë barnator kishte qindra mija produkte, qysh me i mbledh tash. Po thash namazi i natës është vullnetar, ndërsa kryerja e dhënia e zakatit është farz, duhet me kalkulu, me rregullu. Edhe pse tash teknologjia ka ardhur që me një klik bëhet kalkulimi i shpejtë dhe i mirë. Kështu që me ngajt gati është me rëndësi. Pasuritë e zakatit janë të lloj-llojshme. Domethënë janë atje edhe bagtit, edhe pse rinia sotit lopt i shohin ashta veç në çokolada Milka, nuk din çysh me i da, por nejna të folë sot inshallah me lejen e Zotit për bizneset, për pasurinë që është e qarkullueshme, e mas nej kur kanë njerëzit pyetje dhe diskutime muj me folë dhe për tema tjera. Fillimisht të ndërmë lazën, jena të folë për bizneset edhe parat, keshin. Për me dhënë zakatin duhet me e bën një tabel, nëse po shihet këto, është një tabel ku duhet me i klasifiku pasunit, sepse njerëzit kanë pasunit të ndryshme, kanë shtëpi, kanë kerr, kanë gjana të përditshme, jo për çdo sen jepet zakati, jo për çdo pasuni. Zakati nuk është sigurisht taksat e rëndomta të shtetit laik, ku që ata që jetojnë në shtete perëndimore thojnë, 2 gjanave nuk mundesh me ju ik në Amerikë dhe në Evropë. Taksave dhe dekës. E në Islam nuk është ashtu. Në Islam zakati është për një kategori të pasurisë shumë të limituar, që do ta shohim tash e tutje. E tash, por me i numru pasuri çka kemi,
kena shtëpi, kena kerr, kemi këtë, është mirë me i fut në kolonën 1A që e kam përmend, e bën një kolonë, një listë, edhe thu kam shtëpi, kam kerrin, kam tokën, kam trullin, kam villën, kam jahtin. Njerëzit kanë pasuni të ndryshme. I kalkulon, për këto nuk ka zekat, edhe me jetu në saltanatin më të madh, në pallatet më të mëdha nuk ka zekat për to. Ama mirë është me ditë vlerën e këtyne, sepse kam u bën një kalkulim në fund kur ta përmenim të puna e borxheve. Edhe e dyta dobi e kësaj është që kur inshallah sa ki pasuni, je falendrues ndaj Allahut, i mirënjohës ndaj Allahut, edhe ja din shqyqërin Allahu te barekuhu teala. Masnej është kolona tjetër shporta e zekatit, cilat janë pasuritë që duhet me i numru, me i kalkulu dhe me i fut në një shport, në një enë, prej të cilës masanej e nxjerrim vetëm 2.5%. Masi të mbledhëm këtë shport, janë disa obligime që ti i kisi pasuni në dorë, po në realitet nuk janë tuat. Janë obligime ndaj të tjere, sikurse që janë borxhet, tatime ndaj shtetit, faturat pa pagume, rrogat pa dhëna punëtorëve, e obligime të ndryshme të cilat prej kësaj shportës që është mush me pasunitë zekatit duhet me i zbraza dhe me i minusu sipas rregullat që do t'i përmeni në vijim. Edhe është një kategori tjetër, shpresojmë që tek ky xhamat dhe tek komuniteti jon nuk është i nevojshëm, por ja që ndodh, ka pasuni, mallra të ndryshme që njerëzit kanë, mirë për në ato mallra ka sasi të haramit, ka fitim të haramit, ka interes të caktuar. Kjo pasuni nuk kalkulohet për zekat, por duhet me u nxjerr edhe me u gjujt në koshin e pastrimit, kështu e kam thënë. Është një kategori që nxjerrët, niyet nuk bëhet për sevap, ama duhet me u dhënë për bamirësi. Mas krejt kësaj, domethënë mbledhet kolona 2, zbritet kolona 3 dhe jepet zekati. Ata që mas ne janë të interesuar ja u dërgu këto slajda, lajmëron te hoxha. Edhe po me pagesë normal, me përqindje, ajo pagesë shkon për xhamin, normalisht nuk shkon në xhep të imamit, edhe përfitojnë krejt. Pra gjërat të cilat janë jo të zekatueshme, pasuritë të cilat i ka njeri, domethënë shtëpia, orendit, mjeti transportit, rrobat, syzat, çka do që ka njeriu për gjanave që i përdor, çfarë do vlerë që kanë, nuk ka zekat për to, nuk kalkulohen në zekat. Por janë disa gjana të cilat nuk ka zekat për to, sikurse gur të çmuar, ora, piktura, gjëra antike, kanë vlera shumë të mëdha. Prap nuk ka zekat për to. Ja, troje, villa, motora, gjana të cilat nuk janë të nevojshme për jetë, prap nuk ka zekat për to, mirë po kur vjen puna te borxhet atje, bëhet një far kalkulimi që do t'ja shpjegoj kur vjen koha. Dalim të shporta e zekatit, çka me mbledh për me dhënë zekat? Paret, cash. Kush ka pare, të rujtuna në ark, në rjastak, të mshefta, kudo që i ka, duhet me mbledh totalin e tyne dhe me fut në shportën e zekatit. Nëse ka para në bank, të cilat mund me kanë 2 kategori, xhirologari rrjedhëse, rroga që vinë ose ndonjë deponim i rastit, apo edhe depozita, që fetarisht është prej gjunahe më të mëdhaja me i lanë paret me depozit në bank, depozit me afat, është fjala. Pse? Sepse ajo është kamata që Allah e ka ndaluar në Kur'an, sepse ka interes. I ke lanë 1.000 euro me rujt për 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, banka ty t'jep interes. Atë interes nuk bën me jalan bankës me thonë haram është unë se prejke haramin. Sa i thot të rrit nera, se që ato pe lypëm me. Por atë interes e gjun atje të kolona e 4 të shporta e pastrimit. E pjesën tjetër bazë, normalisht duhet me fut në shportën e zekatit. Kompanitë zakonisht fitimet që i marrin nuk i shpenzojnë krejt. E ruajnë një pjesë për rezerva të ndryshme. Do me thonë qoftë për rreziqe, për amortizim, obligime, dëmshpërblime, do me thonë i ruajnë paret në kompani, për mbarvajtjen e kompanisë, ama ajo është pjesë e fitimet. Këtë shumë, edhe pse nuk jetu e përdor, por ki qasjen e të dhe mundesh me nxjerr, e kalkulon dhe e fut në kolonën e shportës së zekatit.
faturat e argëtueshme. Kjo do të thonë të kompanitë të cilat kryejnë shërbime, zakonisht pagesa vjen me vonesë, 30 ditë, 90 ditë, por dihet se ajo faturë ka më u pagu. Pra kur vjen koha e zakatit, nuk I kemi marrë paret, mirë po e kemi faturën e regjistruar që kalkulohet në bilancin e biznesit, se kjo faturë në datën përkatëse do të paguhet dhe do të kryhet si obligim. Vlerën e asaj fature e futim në shportën e zakatit. Kapari, kur dikush bën një parapagesë në avans për me marrë një produkt të caktuar dhe është me hamendje. Ndoshta mundet me e ble, ndoshta I vjen me u mendu 2-3 ditë dhe I thot, nëse nuk vi me e marrë mallin, këtë pagesë që e kam bë, këtë kapar që e kam dhënë, I takon shitësit. Në këtë rast, ajo hala nuk është ekzekutu. Ai cili e ka dhënë kaparin, është para e tij akoma, se është në proces të blerjes. Mirë po në zekat nuk llogaritet sa I veç ka dalë prej dorës tij, ndërkaq llogaritet pasuri e shitësit, sepse blerëse nëse nuk e plotson blerjen, po edhe nëse e plotson blerjen, ajo pjesë e shumës ka me mbet shitësit dhe e fut në shportën e zakatit. Janë disa pagesa të cilat të na ndoshta edhe më rrallë në perëndim ndodhin këto më shumë, ka depozita për qira. Është një shumë e cila bllokohet, ose ka depozita të cilat dhe shumë të caktuar për lloje të tendereve, për garancione bankare. Ajo është pasuri e jotja. Nuk është që dikush e shfryt zanat pasuni, por bllokohet për arsye të një projekti, të një pune. Kjo lloj pasurie, edhe pse është e jotja, por ti nuk ke qasje në zhvillimin e saj, fetarisht nuk futet te shporta e zakatit. Jemi të lirë nga kalkulimi I zakatit për këto lloj pasurish të cilat janë të bllokuara. Sa përket arit edhe argjendit, zakonisht tek ne tash ari dhe argjendi është më shumë si stoli, por nëse dikush ka thesar të arit dhe argjendit, qoftë tulla, dikush I ka të rujtuna, apo monedha, lira edhe forma të ndryshme, apo dikush ka enë të arit apo të argjendit, apo figura, skulptura, apo çfarë do lloj natyre që nuk është stoli e përdorimit dhe është vlera mbi 85 gram të arit të pastër, në këtë sasi obligohet zakati për arin, ndërsa për argjendin nëse është mbi 595 gram të argjendit. Ndërsa te stoli, që është më praktike në përditshmërinë tonë, ka diskutim të fukahat të dietarët se a jepet apo nuk jepet zakati, disa janë më rigoroz, disa janë më fleksibil. Mes këtyre mendimeve, ajo që është tashmë më bashkëkohore përmendet se fillimisht çdo lloj stolie që përdorimi I saj është haram me u përdor, që zakonisht janë stolit e mashkujve, orët, zinxhirët, unazat, këto hynë në zakat, pavarësisht a janë stoli, pavarësisht a janë të mendimit se lejohet apo nuk lejohet, të gjithë dietarët thonë se përderisa përdorimi është haram dhe ajo sasi e arrin nisabin, do të më dhanë zakati. Ndërsa te përdorimi halal, që zakonisht është te gjinia femërore, ato stoli të cilat barten në përditshmëri, gratë përdoren gjatë ditëve, gjatë punës, ahengjeve të ndryshme, këtë pjesë, për shkak që është përdorim I përditshëm, shumë prej dietarëve kanë thënë që ajo llogaritet sikurse rroba, sikur gjanat e përditshme dhe nuk matet, nuk peshohet për zakat. Po nëse është një sasi e stolive, ato janë stoli për nga përmbajtja, po nuk I përdor në përditshmëri, I ruan kuti për ndonjë nevojë, I ruan për vajzën kur të martohet, për rejen, për të ardhmen, këto stoli, edhe pse janë, të përpunume, më mirë dhe më sigurt është me marrë qëndrimin Imam Ebu Hanifes rahimullah, I cili ka thënë krejt stoli duhet me kalkulu, po spaku që ato që nuk përdoren, sepse ato po ruhen si thesar. Edhe këto nëse janë në vlerë të 85 gramve të arit pastër, atëherë bëhet obligim zakati. Po ne zakonisht vendin tonë kemi arin 14 karat, rrallë në herë 18 karat. Ata që din me konvertu është një formulë që e kom përmend këtu,
duhet me shumëzu peshën e gramve, sa gram janë krejt, dhe duhet me ditë çfarë lloji gramit, çfarë lloji karatit është. Nëse është 14 karat, e shumëzojmë peshën e gramve me 14 karat, pastaj këtë total e pjestojmë me 24. Dhe rezultati që del e shohim a është mbi 85 gram apo 95 gram. Nëse është mbi 85, japim zekat. Ose shkon shumë thjesht argjentare dhe thu sa ka vlerë që kjo dukat, si i vjetër, si i përdorën, si të thëtë që është mbi 7.300 euro, obligohet zekati, sipas përcaktimit Bashkisë Islame të nisabit të këtij viti në peshën e arit, sepse kjo lëviz, sidomos vitin e fundit, çmimi i arit është ngrit shumë, edhe niveli kotës së zekatit është ngrit. Kripto, a kemi kriptasha këto bitcoina e kësi gjana? Kështu që kalojmë shpejt se në xhami, këtu janë këtë devat shumë smira me kësi gjana. Kripto të ndërruar vëllezër janë një lloj monedhe e re bashkëkohore, e cila pavarësisht qëndrimit edhe fetar se lejon apo nuk lejon, përderisa njeriu është duke tregtuar dhe qarkulluar atë, ajo është pasuri, është aset digital që duhet me u dhënë zekati. Nëse dikush ka kripto që nuk është tu i bë tregti, thjesht don mi rujt për të ardhmen, atëherë varet nëse lloji i kriptos është kriptomonetare, sikurse Bitcoini apo stablecoins, USDT e tjera, apo qëllimi i saj është monetar, edhe pse është për përdorim teknik, sikurse domethënë BNB ose Ethereum e tjera. Ka disa kripto që ato nuk janë për qëllim tregtimi me to, por janë për qëllim shërbime të caktuara, duhet me këshir për mbajtjen e saj. Ka kripto që janë përfaqësues edukatit, atëherë japim zekatin edukatit. Ka kripto që janë përfaqësim i patundshmërisë. Atëherë këshirëm, a është patundshmëria për tregti apo është për përdorim? Varet prej gjendjes që ka dhe pastaj kalkulohet zekati, ose edhe nuk ka për disa prej tyre zekat. NFT-t po ashtu janë disa figura digjitale të cilat nëse janë për tregti ka zekat. Nëse nuk janë për tregti, janë për përdorim privat, atëherë nuk ka zekat për to. Të madhra tregtar, a kem tregtar? A kem llapjan këtu ajo? Po çushia. Mashallah. Të malli të ndërruar vëllezër zekati i madhrave duhet me ditë cili lloj malli kalkulohet për zekat. Çdo mall i cili blehet me niyet për me ushit së shpejti, që ky lloj malli kalkulohet për zekat. Sepse ka disa pasuni që ti e blen, po nuk e ke niyetin me shit më një herë, ke niyetin me shit ndoshta të ardhmen, me përdor një herë, me shfrytzu një herë kur ti vjen mundësia. Kjo ka tjetër kalkulim. Ai mall i cili blehet me niyet në momentin e blerjes për me ushit, ky kalkulohet për zekat. E ato janë mallrat, nga kjo përjashton domethënë dhuratat. Ty të vjen një kerr shumë i mirë, ndoshta s'ki nevojë për ta, don me shit, po nuk ki zekat në kohën kur vjen zekati sepse nuk e ke ble, të ka ardhur dhuratë apo trashëgimi. Apo një jetë i ri, ti e ki një shtëpi, një banesë, një kerr, e përdor, edhe thu po du me e shit. Edhe qëndron ai kerr domethënë një vjet pa u shit. A ki zekat? Nuk ki zekat, për arsye se sipas mendimit më të përzgjedhur, sepse momenti kur është ble, nuk është ble për tregti dhe për shitje. Kjo është domethënë çështja e niyetit te malli i tregtisë. Cilat pra hinë në kalkulim zekatit, ato artikuj që janë të shitur, qofshin ato të ekspozuar, domethënë para publikut apo online apo çfarë do mënyre, qofshin ato në depo të ruhen për të plotësuar inventari e kështu me radhë, apo edhe nëse është rrugës të ardhë, shipping apo në cargo, domethënë ti e ke porosit mallin, e ke pagu, apo edhe nëse nuk e ke pagu, nuk është më rëndësi, ai mall është i jote. Ti je i gatshëm që më jashit dikujt tjetër. Krejt kjo pasuri kalkulohet në zekat. Mallrat të cilat zakonisht përfatësitë e mëdha, nëse ti ke një përfatësi dhe i furnizon marketet e ndryshme. Dhe ato markete nuk e pronësojnë atë mall, ata e ekspozojnë në raftat e tyre, por e marrin vetëm fitimin apo rabatin, ndërsa malli si mall ti je pronari tyre.
Dhe ai mall i cili edhe pse s'është në depën tonë, në dyqanin tonë, por është i ekspozuar në marketet të tjerëve, por ti e pronari i saj, ti e fut në shportën e zakatit. Tani do ta përmendim me çfarë llogarie dhe kalkulimi kemi më bë. Mallrat e vjetra, dikush ka mall që është i ri vetë sa i ka ardhur, por ka dhe mall që i ka nejë ndoshta më shumë se 1 vjet, 2 vjet. Tash duhet me këshyr. Janë disa mallra të cilat edhe pse rrin 1 vjet apo 2, hala janë të freskëta, hala janë trend, hala shkojnë edhe shiten. Ndërsa janë disa mallra ndoshta 6 muaj me i kaloj sezona, i dul moda edhe ai mall më veç jetë në depo edhe s'ka gjë prej tij. Për këtë lloj malli, disa dietarë thonë përderisa ajo ka vlerë dhe nuk jetu e gjujt, nuk jetu e asgjësu, duhet me kalkulu në zekat. Por mendimi Imam Malikut është më i parafort dhe më i pranuar dhe thotë që këtë lloj malli i cili nuk po shkon, nuk po shitet, ruhet, nuk kalkulohet në zekat deri në momentin e shitjes. Çat moment që e shet, ndodh një herë e shet me shumicë, likuidon mallin, e shet biznesin, tek atëherë e pagun zekatin në moment për atë mall që nuk është shit për shumë vite. Disa mallrat që blehen me niyet të shitjes, por jo të shitjes së përnjëhershme. Blen dikush një trull dhe thot prese që kënej pas ka mira autostrada. Apo ndonjë makinë apo ndonjë produkt që nuk e ke në shitjen e përnjëhershme. Edhe këto Imam Maliku e ka pas një mendim që përderisa nuk jetu e ekspozu vazhdimisht në shitje, atëherë zekati për këtë është tek në kohën e shitjes. Por këtu ka mallra në këtë situatë janë dy llojesh, ose tregtarët e këtyre mallrave janë dy llojesh. Spekulator janë ata të cilët e blen, nuk i ka për qëllim me e shit me njëherë, ama është biznesi tina, me ble me rujt me shit, me ble me rujt me shit. Dhe është ai oportunisti i cili e blen edhe thot kur ti vjen mundësia, në më dhafsh dikush çmim më të mirë, çatëherë e shes. Ky i cili pret thjesht rastin, ky do të thonë nuk e kalkulon deri në shitje. Ai i cili e ka biznes këtë punë, blej prit pak e shit, ky e llogarit sikurse mall çarkullues dhe në kohën e zakatit e këshyr vlerën totale të tij edhe jep zakatin. Çka nuk ka zakat, nëse ka dikush për ndonjë rast mallra që ju ka skaduar fati dhe ato duhet me asgjësu. Çfarë do lloj natyre që ka malli? Ky mall edhe pse është në depo, mirë po ka skaduar fati, duhet me asgjësu, nuk kalkulohet në zakat. Bizneset të cilat kanë vlerë të madhe si emri tregtar, brendi, edhe pse është me vlerë shumë të madhe nëse kish me ushit apo nëse ka franchise, edhe pse ka vlerën e madhe nuk ka zakat për ta. Ka zakat vetëm për mallin çarkullues, pra nuk ka zakat për interierin, nuk ka zakat për objektin, për dyqanin, nuk ka zakat për frigoriferat, makinerin, veglat e punës, transportin e krejt këto gjëra. Gjithashtu nuk ka zakat ky personi për mallrat të cilat nuk janë ti, janë mallra të përfaqësisë. Dhe ky është vetëm agent i autorizuar për me i shit. Pra nëse ke dyqan një mall që ti e përfaqësues dhe nuk e ke bleti atë mall, po është pronësia te përfaqësuesi, te autorizuesi, atëherë ti nuk ke zakat për mallin, ke zakat për ato të hyra dhe atë buxhet që nxjerret nga ajo pasuri. Këtu shpesh bëhet një pyetje të ndërmëllazën se e dim rregullin që prej kushteve të zakatit është me qëndru 1 vit. Me qëndru pasunia 1 vit. Po në tregti rrallë qëndron 1 vit. Ja malli shitet dhe konvertohet në cash, pastaj ajo para konvertohet në mall, një pjesë shpenzohet dhe çarkullon vazhdimisht pasunia. Në mallra tregtar nuk kërkohet me qëndru 1 vit. Por ajo që qëndron 1 vit është vlera. Nëse kemi arrit nisabin mbi 7.000 euro pasuri, atëherë çajo pasuri, çajo vlerë vazhdimisht është prezente tek shitsi edhe tek tregtari. Edhe ajo pasuri konvertohet herë në mall, herë në parë dhe ndryshimi prej në mall, në parë, mall, parë nuk e bën shkëputjen vjetore. Dhe kur vjen dita e zakatit, e shohim gjendjen aktuale, çka kemi me çmim të shitjes së përnjëhershme. Dikush ka mall që vetë sa i ka ardhur prej Dubait.
apo prej Kina, apo prej Australia, apo ka do qovë. Dhe dënë mi arrujt margjinën e shitjes, se është mallëri, është sezona, nuk e shet me çmim të lirë. Po ka një mall që i ka merr në stok prej një kohe, jo që e shet ma lirë, po shpesh ndoshta e shet edhe nën çmim, ose e shet me zbritje 2/1, 3/1 e kështu me radhë. E rëndësishme është në ditën e zakatit duhet me bë një përllogaritje mesatare të krejt vlerës aktuale nëse e kishim shit sante me parë në dorë. Me çfarë çmimi je razi me shit çat mall, çaj është vlera reale e mallit. Pra, nëse shet me shumicë, nëse shet me pakicë, nuk kalkulohet fitimi që ti paramendon të ardhmen, se ndoshta çat mall nuk i me shit me fitim, ki me shit me zbritje. Por sante me desht me shit, me çfarë vlere e kalkulon, çaj është pasunia reale dhe për që ata lypët zekati. Po ashtu ndonjëherë kompanitë dhe bizneset kanë mall për zekat, por nuk kanë me dhënë cash, janë të bllokuar. Fetarisht lejohet me u dhënë zekati prej pasurive, mallrave që kanë, nëse janë mallra të pranueshëm për zekat, nëse janë mallra ushqimor, veshmbathje, barna, gjëra për ndërtim, qoftë për xhamia ose për shtëpia, për nevojtare kështu me radhë, krejt këto dhe kalkulon me të njëjtin standard që është kalkulu zekati. Për ndërtimtari zekati jepet nëse ndërtimi bëhet për me ushit. Jetu ndërtu një ndërtesë, një objekt, një shtëpi, një lagje dhe ki në plan me shit, në çat gjendje që është, edhe nëse është në temel, edhe nëse është, domethënë, në skelet, edhe nëse është para përfundimit kulmit, në çat gjendje që është, ajo vlerë, ajo pasuri e ka një vlerë. Ai beton, ajo armatur, ajo punë që është bë, e ka një vlerë. Pra nuk ja shet me çmim sa ti planifikon me fitu prej saj, po me çmimin real të çasoj gjendje e kalkulon si zekat. Ndërsa nëse është ndërtimi për përdorim privat, apo për mel shumë me qira, nuk ka zekat në ata metra katror të cilët janë për këtë ndërtim. Qysh jena me kohë? Drejtor? Zekati për fabrikat dhe punëtorit. Në punëtorit dhe në fabrik kemi produkte finale, të cilët veç janë për ekspozim dhe për shitje. Këto futen në shportën e zekatit me çmimin, që është thash, çmimin e totalit. Ka produkte të papërfunduara, por materiali është i vlefshëm, është dru, është hekur, është metal, çfarë do qoftë ajo, ka një vlerë. Po ashtu landa e parë, e cila është akoma e pa nisur me përpunu, edhe ajo ka vlerë. Krejt këto vlera me çmimin e natës kalkulohen në zekat. Në përpunim kemi edhe paketimet për produktet. Nëse paketimi është diçka që i arrit kostën produktit, për shembull ata që merren me parfime apo me gjëra të lëngshme dhe përdorin shishet e xhamit apo teglla të ndryshme kështu me radhë, të cilat kanë vlerë dhe i arritin kostën produktit në shitje, kalkulohet apo kutia të plastikës apo letër dekori kështu me radhë, e cila kur shitet i shtohet kostoja çati produkti. Dhe ato mundën dhe me ushit edhe veçmas, po ashtu futen në shportën e zekatit. Ndërsa nëse janë paketim i thjesht, e cila nuk i arrit kostën produktit, qeset e rëndomta, letrat e rëndomta për mbështjellim e kështu me radhë, ato edhe nëse janë shumic, domethënë ki ndoshta me kilogram shumë edhe me vlerë, nuk ka zekat për to. E përmendëm nuk ka zekat për objektin, për interierin, për makinerin, për veglat, për transportin. Po në fabrika dhe në punëtori ka dhe material harxhues. Për shembull nëse ka makineri që duhet me përdor naftën, ndërsa janë aty me ton naftë, nuk ka zekat për të, se është material shpenzues për përpunimin e produktit, jo për të ushit produkti bashkë me ta. Detergjent, vaj makine, çka do që përdoret për shërbimin dhe prodhimin e atij malli. Ndërsa, nëse materiali shpenzues nuk shitet veçmas, por është pjesë përbërëse e produktit, sigurisht ngjyra, bojë, domethënë dikush shet produkte që i lyn ato, ndërsa ka me tonelata të ngjyrës, atëherë ajo kalkulohet në zekat.
apo do më thonë vaj i kuzhinës i cili përdoret do më thonë për produkte të ndryshme ushqimore kështu me radhë, për shkak që është në brendi të produktit, edhe pse është veç mas prej tij kalkulohet në zekat. Aksionet në tregti, kjo është temë pak më e komplikuar, ata që merren me berz dhe blejnë aksione dhe shesin, ka zekat për to, sepse është malltregti, anë pse është aset digital, ndërsa nëse janë aksione për me i rujt, me prit dividendën prej tyne, do të me këshyr kompania në të cilën ke aksione, çfarë përmbajtje ka? A është me përmbajtje zekatuese apo jo? Po ashtu bonët të thesarit, këto janë gjëra që fetarisht ndalume, por njerëzit kanë, blejnë, domethënë bonë ato borxhet shtetërore që janë, me interes ato duhet me i pastru, dhe ka një lloj kalkulimi fetar që njeriu kur merret me një biznes apo me një aksion që ka përbërës të haramit, qysh me pastru atë sasit haramit, mos me e qute familja vetë, mos me ushqy familjen e vetë me haram, por me kalkulu dhe me dërgu te koshi i pastrimit. Dhe për fond, për nga hyrat periodike, rrogat, projektet, zanatet, shërbimet, aktivitetet të cilat nuk janë biznes i madrave, por janë të hyrat që vinë ose në datë të caktuar ose në varësisht prej punës së shërbimit. Pavarësisht sa është vlera e rrogës dhe pavarësisht sa është çmimi i pagesës së projektit, nuk ka zekat në vlerën e të hyrave. Zekati është vetëm në kursimet që bëhen edhe rrin një vit. Ke marrë rroga, ke marrë pagesa të ndryshme, normalisht një pjesë e saj ka më shpenzu, në qiran, në pagesa, në shpenzime familjare e tjera. Nëse ruhet një pjesë e saj, dhe ato të rujtëna, ato kursime, arrin vlerën mbi 7.000 euro, dhe ajo vlerë rrin një vjetë më shumë, tek atëherë bëhet obligim zekati. Po ashtu për qira, dikush mund me pas një objekt në lokal i cili kushtron me 100.000 euro, nuk ka zekat në vlerën e asetit. Por në ato të hyra e merë qiran 200, 300, 500, 1.000 euro, sa do që e merë qiran, prap nuk ka zekat në shumën e qiras. Por zekat është në kursime që ruhen prej aty në shpenzime. Nëse shpenzohen krejt, e ki rrogën 2-3.000 euro, krejt i shpenzon, vjen qiraja 2-3.000 euro, krejt i shpenzon, nuk ka zekat. Nuk ka zekat për pasurit që edhe nëse jeton në saltanat. Zekatit e në rrumë lazën është vetëm për që ato kursime që ti jetu i rujt paret. Dhe paret Zoti i ka kriju për me qarkullu, jo për me i rujt. Dhe se nëse njerëzit kishin me i rujt, para sidomos në kohën e arit dhe argjendin, dhe me grumbullu argjendin dur të njerëzit pasunve, mas nej njerëzit jesin në krizë dhe kaos, sepse nuk kanë me çka me i qarkullu pasunit e tyne. Edhe bëhet rrëmuj edhe fesad. Për atë arsye, masi po dën me i rujt, shpenzoj ti çka dush, blej tanat mira, nuk i zekat. Ama po dën me rujt pare, atëherë 2.5%, 1/40 duhesh me ja kthy komunitetit se ja ke hak, se po i privon. Sepse el-mal asabul hayat, malli është nervi i jetës edhe i shoqërisë. Duhet me ja kthy këtë obligim shoqërisë. A kemi pensionista këta? Kanë pare, 200-300.000 euro i kanë konta. Do më thonë, në trusti, sidomos këta që vinë për diaspore, trustin e kanë bajegi të majmë. Me gjitha të, edhe pse vlera e trustit është shumë e madhe, mundet me kanë 10-100.000 euro, nuk ka zekat për vlerën totale të trustit. Por, ato pensionet që i merë mujore, nëse jesin diçka, paguhet zekat, nëse nuk jesin, kur gjë kërkujt. Qysh me kalkulu rrogën për zekat? Çdo muj neve na vin ka 300-500.000 euro rrogë. Thamë që nuk kalkulohet zekati për rrogën, po sa të rujmë për tyne. Dhe nëse kemi fillu me rujt nga 100-200 euro, deri sa të mërin pasuria në 7.000 euro, nuk ka zekat. Ta shina të folë për këtë Ramazan. Nëse mërin vlerën 7.000, atëhere duhet me prit një vit, deri në Ramazanin tjetër. Mirë, për kur vjen Ramazani tjetër, tashmon nuk i kemi veç 7.000, i kemi 10.000.
Se para një viti kam rri 7.000, mas në bajram, në bakshish, në diçka, kemi rujt edhe në pare, në kohën e haxhit edhe në një po përmeni këto data të kalendarit hanor, se edhe ashtu bëhet kalkulimi. Kryesorja, kur vjen viti i ardhshëm, i kemi 10.000 euro të kursyme. Qysh me dhënë zekatin? A për 7.000 apo për 10.000? 7.000 janë sakt që i kanë bërë një vit, ndërsa këto 3.000 tjerat, një pjesë të ty i ka bërë 3 muaj, një pjesë 6 muaj, një pjesë 5 muaj, e kështu me radhë. Imam Ebu Hanife rahimahullah ka pas një mendim që është tashmë më praktiko dhe i pranum në shumicën e botës islame dhe ka thënë: kur vjen koha e zekatit, pavarësisht që ti ke pas ngritje dhe ulje mbi nisabin dhe ato të hyra janë prej një burimi, do të thënë janë rroga, janë punë, kalkulohen sikurse fitimet e biznesit, sepse janë të hyra nga një sistem. Nëse për shembull ti ke të hyra prej rrogës, ja kalkulon një vit. Po e ki një të hyrë, ndoshta e ke shit një makinë, atëherë kjo kalkulohet një vit i veçmas, sepse është e hyrë jo nga i njëjti sistem. Apo ke pranuar një dhuratë dhe don masonej, nëse është dukat fjala është. Atëherë kalkulohet veçmas, por kur janë të një sistemi të hyrat, atëherë ato llogariten si fitim. Dhe kur vjen koha e zekatit, e japim zekatin për 10.000 për totalin. Sipas mendimit të Ebu Hanifes, kjo është më e sakta, po edhe sipas të tjerëve i bjen që për 7.000 e kemi dhënë zekatin në kohë, se ka dhënë një vit, ndërsa për këto 3.000 tjera e kemi dhënë zekatin para kohë, e që lejohet fetarisht edhe e ke kryer obligimin për vitin deri në kalkulimin e ardhshëm, sepse me nda kështu, për ndryshe, çka ishte me bë? Në Ramazan e japim zekatin për 7.000, masnej kur vjen bajrami e japim zekatin për 300, që kanë nejt prej vitit kalum, masnej kur vjen haxhi e japim zekatin për 700, që kanë nejt prej vitit kalum, po kështu du të me kanë begi kontabilist me i majtë shënimet, anepse kjo është shumë e mirë për shoqërinë, se zekatin nuk ka veç në Ramazan. Nevojat e komunitetit nuk janë veç në Ramazan, hyjëm në Ramazan të në vitin tani flaj. Por të dy do me thonë kalkulimet e kanë vlerën e vetë, por me e leta është totali edhe i rahat për të në vitin, se na kem qef veç kështu mi kry obligimet shpejt e shpejt. Nëse kalkulimi bëhet me datë të kalendarit gregorian, janar me janar, shkurt me shkurt, mars me mars, kur është në mësë muaj i kalkulimit kontabilist, atëherë kalkulimi bëhet 2.577, jo veç 2.5, se janë 11 dit ekstra, janë 11 dit shtes dhe janë obligim edhe 0.077% për këtë shumë. Borgjet, edhe me këtë po e përmbyllim, të ndërmëllazën, borgjet janë dy drejtime. Borgjet të cilat të tjerët i kanë ndaj nesh, janë pasuri tonat, po nuk i kemi në dorë. Edhe borgjet në këtë orientim, në këtë segment ndahen në dy kategori, borgjet mira dhe borgjet këqija. Borgjet e mira janë që ato borgjet që ju ka ardha fati dhe borgjlia i ka pare të gatshme, po të i thu, lej, nështë atë vynë edhe nëj dit, në këtë pasuri, edhe pse ti se ki ndorë, ke zekat, por arsye se është sigur se me rujt amanet të dikush tjetër. Apo borgjet e bizneseve që merren me këste, apo me shitje me afat me ato faturat receivables, do të thonë faturat që janë, që ki me i pranu gjatë vitit zekator. Krit këto borgje që janë të sigurta, janë pasuri tuat dhe është obligim kalkulimi i zekatit. Por, është një tolerancë këtu që përderisa nuk i ke marrë ato të holla, nuk i ke obligim me dhanë. Do të thonë, nëse ki shportën e zekatit 100.000 euro, dhe ke borgje 20.000 euro që ki me prit me i marrë, obligim me e dhanë sot është për 100.000. Ndërsa për këtë 20.000 që ki me e pranu e kalkulon shumën, dhe në momentin që vjen ajo para, e merë në dorë, apo vjen në logaritane, atëherë ki drejt me e nda. Pra nuk i ki obligim me e dhanë para se me i shti në dorë ato para. Borgjet e këqija, borgjet e hallëgjive, borgjet cilat nuk dihet kur i kthen, nuk dihet a mundet me i kthy, këto nuk i kalkulon për zekat, po kur do që i kthen personi mas 5 vjetë, 10 vjetë, kështu me radhë, disa djetarë kanë thonë jep zekatin për një vit, se llogaritet veç ai viti i fundit që ka qenë obligim me e dhanë. Por prap qëndrimi më i saktë është që borgjet e vonume për shumë vite
nuk ka fare zekat për to. Kurdo që i merr, i fut në shportën e zekatit dhe jep zekatin kur t'i vjen radha pasurisë të përgjithshme. Ndërsa borxhet që na ja kemi të tjerëve, kjo është një pasuri që na e kemi në dorë, ama nuk është e jona, është hak i tjetër kujt. Duhet me e la atë borxh. A me kalkulu për zekat ajo? Disa dietarë kanë thënë përdesa është në dorën tënde, ti je të punu me të, je të përfitu prej saj, ka zekat. Por qëndrimi më i saktë është që përdesa ajo pasuni nuk është e jotja, ti ki me e kthy ata, nuk ke obligim me e dhënë zekatin. Obligim, nëse ki me kthy mrena vitet e ka ai që ta ka dhënë, që përmenëm në segmentin tjetër. Por dikush ka borxhe të cilat i ka me afat gjatë, qofshin borxhe të biznesit, borxhe private, kredi në bank, me këste e kështu me radhë. Zekati që zbritet nga shporta, pasuria që zbritet nga shporta, është vetëm borxhe një vjeçar. Nëse kemi shportën e zekatit 100.000 euro dhe kemi borxhin 20.000 euro, por këtë borxh 20.000 euro e kemi për 10 vite me e la. Atëherë nga shporta e zekatit i minusojmë vetëm 2.000 euro dhe japim zekat për 98.000. Për arsye se veç 2.000 euro e kemi obligim me i pagu me pagu borxhin. Nuk e minusojmë krejt borxhin e shumë viteve, sepse ato janë në qarkullim edhe në zhvillim. Mirë po cilin borxh e minusojmë, të ndërmëllazëm. Mu kthy pak të fillimi të ato pasunit, të villat, të jahtat, të orat, të shtrejta, kështu me radhë. Nëse kemi pasuri mbi nevojat personale, ka shtëpi, ka kerr, po e ka edhe një trull atje, e ka edhe një vill, e ka edhe një jaht dikush, e ka edhe një motor bore, e ka një orë shtrejt, të cilat nuk janë pasuri të domosdoshme për jetë, dhe të cilat likuidohen në rast të krizës edhe nevojës. Nëse ki kësi lloj pasurish, atëherë borxhet nuk i zbret nga shporta e zekatit. Sepse me këto pasuri të panevojshme mundesh me i la borxhet. A nëse nuk i ki këto pasuni, ti borxhin ki me i la gjithçysh dhe është hak i të tjerëve dhe në këtë rast duhesh me e zbrit për pasurisë e pastaj ajo që mbetet pjestohet me numërin 40, kalkulimi më i thjeshtë është sa do që ki shumë, pjestu për 40 apo herë 2.5% edhe jepet zekati. Me këtë ndërmundazëm për e përmbyllim këtë ligjërat, nashta është pak e lodhshme si kalkulim, por secili që e ka kategorinë që i përket, besoj që është e dobishme, edhe apo e shihni të ndërmundazëm me përmbyll që zekati është farz, edhe për shkak që ki pasuni duhesh me kalkulu. Andaj, llogarit edhe një gjë ditën e gjykimit, ata të pasur kanë me dhënë llogari, e kanë me pas kalkulim të rënd, ku e kanë fitu pasunin dhe ku e kanë harxhu. Allahu na udhëzoft dhe na dhash të mira në këtë dunja dhe në ahiret. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad. Besar, veç pak, para se me bo pyetjen, veç edhe një element më kujtu që është i dobishëm për bizneset. E përmenëm të borxhet që duhet me zbrit prej shportës. Prej çatyne borxheve janë edhe taksat, tatimet që i kemi ndaj shtetit. Kemi
kemi do me thonë mall të caktuar, biznes caktuar dhe kemi 10.000 euro tatime ndaj shtetit, për shembull. Këtë shumë e zbret nga totali i zakatit, por është një gjë e rëndësishme. Në shtetet tona laike është një ligj që është ligji i sponsorizimit, ku ti lejohet me dhënë për bamirësi dhe shteti me ta kalkulu qatë bamirësi pjesë të tatimit. E tash, në këtë rast është një mundësi e mirë që me dhënë zakatin, sidomos te Bashkia Islame, i cili është organi i pranuar zyrtarisht për me u zbrit nga taksat, dhe këtë shumë të zakatit me deklaru të tatimin ndaj shtetit që me të zbrit nga taksa ndaj shtetit. E në këtë rast kemi bërë dobi edhe zakatit, edhe Bashkisë Islame, por edhe jemi korrekt me shtetin për arsye se kemi dhënë në një vend ku shteti e pranon si taks, ndërsa aty të pranohet si zakat. Andaj është mirë këtë me promovu të bizneset, të fetar gjithsesi, po edhe të ata që nuk janë praktikues që me dërgu, do më thonë, në institucione Bashkisë Islame, sepse edhe me shtetin je korrekt, e më rëndësishme është je me Allahun korrekt dhe është dobija e përgjithshme për gjithë shoqërinë. Kjo është fitim për gjithë, win-win. Në mënyrë tradicionale, mënyrë me bloka, mënyrë tradicionale. Po. Pavarësisht çfarë lloji borxhit është, qoftë leasing, qoftë kredi bankare, zbritet nga totali i shportës së zakatit borxhi i një viti, këstet e një viti, por pa interes. Sepse edhe në leasing ka interes. Pra, nëse në secilin këst çdo muaj kemi pagu 500 euro këstin, 50 euro janë interes, 450 janë borxh real. Fetarisht i mbledh vetëm këto të kryegjës, të kapitalit bazik, dhe çato e zbret nga shporta e zakatit. Nëse këto hiset e interesit, ato nuk bën me zbrit sepse nuk janë borxhe legjitime fetarisht, edhe nuk t'i pranon shariati për borxh edhe për zbritje. Se di a jena në të njëjtën frekuencë. Aleikum salam. Po, vlerësimin e zakatit e ka përcaktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 20 dinar të asaj kohe dhe në 200 dirhem të argjendit të asaj kohe, të cilat në vlerën aktuale të sotit e përcakton çmimi i berzës në botë. E shohim sa është çmimi i arit në botë, në berzë, dhe 20 dinar të atëhershëm, nëse i shohim sot në muze të rujtuna sa grami ka 1 dinar, dietarët e kanë përcaktuar që 20 dinar të atëhershëm janë të barabartë me 85 gram të arit të pastër. Ka pak dileme dietarë, disa thonë 91, por 85 është një standard kështu në botën islame në kohën bashkëkohore. E tash, 85 gram të arit të pastër, çfarë çmimi kanë në berzë sot? Çaj është kuota ku fillon kalkulimi. E normalisht Bashkia Islame kur ka dhënë atë njoftimin, atë ditë ka qellu që me qellu 7.300 euro 85 gram të arit pastër, apo 91 gram. Kjo është, domethënë, edhe kjo lëviz, mundet me ra, mundet me ngrit marrësisht për çmimit në berzë. Edhe një herë në temë këshillit të xhamisë, edhe të kujt i kontroj dy rezultate të rrugës së profetit, me kanë krijuar shumë me shakush të rrotshëm, lidhje me zonë zotë shpëtet profesorët e kanë por edhe hoxhën në moment të sesë të johën të zëvë, e para
Allah e ndëroft. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند